Jetë mirë dhe besoj ishte një ditë që do ta mbajnë mend qytetarët e Tetovës dhe jo vetëm, apo jo? Po, sigurisht. Sa ditë është punuar për këtë koncert? Për këtë koncert e din ato udhëhecit që i kemi caktu, por mendoj që ka gati 3 muaj që punojmë për këtë koncert. Po, intensivisht, apo jo? Po, sigurisht. Dhe besoj që ka ndonjë arsye të caktuar pse u vendos koncerti Dita e Plisit të mbahet në Tetovë, jo? Arsye jo, por duke marrë parasysh që Asnjëherë si shbajt këtu, ëh? ansambli asnjëherë s'ka qenë në Tetovë. Ka qenë po kështu ma ekstra diçka. Kjo ishte mbrëmja ekstra që unë mendojsha që të vije Dita e Plisit më jetë vetëm në Shkup, po të jetë në Tetovë, në Kumanov, në Gostivar, në Dibre, shumë vende tjera ku ka gjithë shqiptarët e kanë nga një plis. Cila është pika jote favorit e programit? Favorit është kënga Universiteti. Ti ke qenë ish student i Universitetit Po, Tetovës, apo jo? sigurisht. Edhe po presim dhe përcjellim njerëz këtu, apo jo? Po, E bëjmë edhe po. detyrën e një koqirit, po edhe të drejtorit. Sigurisht. Është e lodhshme të jesh drejtor apo veç artist? E vendose këtë gjë apo jo? Unë më herët kam menduar që drejtori është Bën qejf, ë? tip menaxhues, por është shumë e lodhshme. Sidoqoftë, edhe kjo puna është punë me vullnet dhe punë me dëshirë. Kur ke një cak që duhet të arrish, është një punë shumë e vlefshme. Jetë mirë, një lajm i mirë ka qenë këtë ditë që do rikthehen në punë edhe pjesa që mbeti jashtë e ansamblit. Po, sigurisht ne kemi hap konkursin, por ata të cilët ngelen jashtë, tashmë ansambli kompletohet. Nuk do të thotë që ne nuk do kemi punësime të reja, mendoj që në vitin 2027 do kemi edhe punësime të reja, normal që avash do t'i rregullojmë gjitha. Të gjitha, po. Çka pas këtij koncerti, çka na pret? Pas këtij koncerti është koncerti i cili është doajeni, këngëtari i njohur Mahmut Ferhati, ka 50 vjetorin e karrierës. Pas asaj kemi edhe koncertin e të ndjerës e cila ka kultivuar këngën pologiane Hanife Sefullah Reçani. Faleminderit. Faleminderit juve për përkrahjen edhe respekt gjithëve.